Një hetim i thelluar i prokurorisë së posaçme zbulon një skem të dyshuar korrupsioni dhe pastrimi parash në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ku fondet publike dyshohet se janë devijuar drejt pasurive luksoze. Në qendër të hetimit janë ish-drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj, si dhe biznesmenët Ergyll Sagasi dhe Ermal Beqiri, të cilët sipas PAK dyshohet se kanë ndërtuar një rrjet të strukturuar për përfitime të palishme përmes tenderave publik. Rasti simbolik është ai i një apartamenti në Tiranë, i cili kaloi në disa duar me çmime të ulura artificialisht, përpara se të përfundonte në pronësi të familjarëve të Karçanajt. Sipas hetimit, vlera reale e pronës ishte rreth 3 herë më e lartë dhe dyshohet se është paguar me para korrupsioni. SPAK thotë se kjo nuk është një rast i izoluar. Hetimet kanë zbuluar një skem të përsëritur, kur prona të ndryshme regjistroheshin në emra personash të tretë, shpesh punonjës të kompanive IT, për të fshehur përfituesit real. Një tjetër pasuri, një apartament duplex në Qerret, rezulton të ketë kaluar në disa emra fiktiv, ndërsa sipas provave është përdorur nga Karçanaj. Pagesat për mirëmbajtjen e tij dyshohet se janë kryer nga persona të lidhur me të. Po ashtu është sekuestruar një apartament luksoz pranë stadiumit Air Albania, i blerë me çmim më të ulët se vlera reale dhe më pas i dhënë me qira në kushte që hetuesit i konsiderojnë fiktive. Hetimi shtrihet edhe në pasuri të tjera, përfshirë toka, automjete luksoze dhe llogari bankare të cilat sipas PAK dyshohet se janë produkte të pastrimit të parave. Në këtë skem, një rol kyç sipas prokurorisë ka luajtur kompania EA Solution, e krijuar nga Ergyll Sagasi, e cila dyshohet se është përdorur për të kanalizuar ryshfete përmes fakturave fiktive. Në llogaritë e saj janë identifikuar mbi 1 miliard lekë dhe qindra mijëra euro, pa justifikim real ekonomik. Dëshmi të mbledhura nga hetuesit tregojnë se kompani që përfitonin tendera publik dyshoheshin të paguanin përmes kontratave fiktive, ndërsa në disa raste ryshfeti dyshohet se është dhënë dhe në formë cash, përmes kutive të verës të mbushura me para. Hetimi përshkruan gjithashtu presionin ndaj operatorëve ekonomik. Një administratore kompanie ka dëshmuar se u detyrua të firmos kontratë fiktive pasi u përball me kërkesa për pagesa dhe kërcënime. Ndërkohë, pasuritë e dyshuara të përfituara nga kjo skem janë të shumta. Vilë në komplekse rezidenciale, në Lundër dhe në Palas, apartamente në Tiranë dhe Bregdet, toka dhe automjete luksoze. Në dosje përmendet edhe një jat luksoz me vlerë rreth 930.000 euro, i cili sipas hetimit është transferuar në emër të një personi tjetër për të fshehur pronësinë reale. SPAK ka sekuestruar pasuri me vlerë rreth 30 milion euro dhe ka ngritur akuza për korrupsion dhe pastrim parash ndaj personave të përfshirë, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrjetin dhe përgjegjësitë.